Albin Kurti edhe vetë vendosja janë antiglobalista, por nuk janë anti-amerikan, se du të me bëjë dallim. Me qenin anti-amerikan, do të thëtë me refuzu në atë teorinë Zbigniew Brzezinskit, se Amerika primatin e vetë e krijojnë botë në sferën ekonomike, politike, sociale, ushtarake dhe kulturore. Këtu, në sferën kulturore, na nuk kemë problem si shoqëri, edhe si qeveri. Kjo funksionon. Në sferën ushtarake, ashtu funksionon. Në sferën ekonomike, nuk e di, nuk kem ekonomist. Problemi është tek koncepti, vetëdoj që është me ideologji, është majtiste. E kanë përkrahur publikisht Biden, apo? Erdhi Trumpi. Po nuk është që patën marrëdhënie të mira as me administratën Biden. Po kanë pas rezervë. Po kanë pas rezerva, ndërkohë tensionu në raport edhe me administratën. E që unë për ta zbuloj tash një fakt të ri, më është për herë të parë them. Në 2023 isha në New York në një takim të globalistëve. Edhe për mua ishte shumë e çuditshme, pe një periferie të lartë, pe një Ballkani, me ndëgjuar të fjalë se si ekspert amerikan e kontestonin rendin e vjetër global. U çuditja, unë nuk e kisha atë guxim me kontestu. Aty e u thanë, me në i kom në atë konferencë që ka marrë pjesë, që Amerika postohet për ti rendit qenit polic global që shëqunin. Edhe tash po hynë konkurencë, dhe me thonë, Kina edhe Rusia. Lufta në Ukrainë edhe lufta në lindjet mesme. Në Iran, faktikisht është duke e bo një farë, këtë kaosin global që është i menagjushum, është i kontrolushum të pru me sa më pak pasoja. Edhe këtu tash po hinë 3 lojtarë global, Kina, Rusia edhe Amerika. Amerika në gjykimin të etash. Pse pe përmeni këtë element? Pe përmeni këtë element për shkak se atë elementit që theti Trumpi, ardhja Trumpit. Atje e kam dëgju, edhe në qarqët shqiptare, kam nejtë edhe me lobin shqiptare amerikan. Ata thanë, profesor, lobi sërb është në ofenzivë të madhe, është i dyti. Lobi izraelit është më i forti, lobi sërb është më i dyti. Kem probleme. Ardhja Donald Trumpit, ka me pas pasojë edhe për Kosovën. Qëtë element... Nuk... Jo, kjo është informacion, nuk është analizë. Detash në po pasojë. Ardhja e Trumpit. Në gjykimin tem e ka tremb ardhjen e vetëvendosjes në pushtet. Për shkak se. Unë mendoj që ndoshta janë gabimet e vetëvendosjes që nuk po din me lexu sakt dhe qartë, domethënë, profitet që po çfarë lexojmë këtu? Trumpi ja kish bo çe për Trumpin. Ja se veçën që të fjali. Ardhja e Trumpit. Frika në gjykimin tem, se s'kom biseduar, nuk e di, ndoshta mund. Jo, ajo vret, ka në rezerva. Por ardhja e Trumpit kishte me ripërsërit atë historinë sikur me Zelenskin që e uli. Jo, unë mendoj që edhe ja prej të rezdo. Këta nuk po dojnë me hi me pru vetën në para qëti akti, kur administrata e fuqishme e Trumpit, që është shumë praktike, shumë ma pragmatike, ata nuk koketojnë fort. Edhe i thëtë, veriun e pja Sërbis, se Sërbia jem të interesu, unë e petërsej. Po dojnë me Sërbin me e fut në sferën ti. Ja, kjo është narracioni, kjo është narracioni lëvizjes vetëvendosje me justifiku. Ja, ndëgjoj prof, kjo është narracioni me justifiku marrëdhënien, jo duhen me shëbose gjatë po e mbrojmë Kosovën prej Amerikës e cila po don që për me tërheq Serbinë në orbitën e saj në kurriz të Kosovës në kompromis. Ja,